Kur e shikoja për herë të parë, më dukej thjesht një objekt i rastësishëm. Një gjë e vogël, prej drurit të errët, e lëmuar nga përdorimi, e vendosur gjithmonë në të njëjtin cep të tavolinës së tij, pranë llambës së gjelbër me abazhur. Nuk i kisha kushtuar rëndësi, isha e re në atë zyrë, me sy të mdhenj e me ritmin e zemrës që më rrihte fort sa herë çaj më thëriste për të më dhënë udhëzime. Por me kalimin e kohës, vegla, siç e kisha quajtur në mendjen time, u bë një pikë referimi. Çdo herë që hyja, syt më shkonin aty, pa dashje, dhe ai, shefim, dukej se e vinte re këtë gjë. Një buzëqeshje e lehtë, pothuajse e padukshme, i ndriçonte fytyrën ku shikonte drejtimin e shikimit tim. Ishte një lojë e heshtur mes nesh, një sekret që nuk flitej kurrë me zë. Dita e parë e vërtet ishte një e martë e shiut. Kishim punuar deri vonë për një raport. Zyra ishte bosh, vetëm zhurma e rënies së pikave të shiut në xhami dhe frymëmarrja jon. Ai më kërkoi të rria pak më shumë për të diskutuar disa detaje. Ndërsa fliste, gishtat e tij të gjatë e të hollë luanin me veglën. E rrotullonin, e përkëdhelnin, e ngrohnin. Unë nuk mund të përqendrohesha te fjalët. Shikoja atë lëvizje ritmike, atë afërsi të gishtave me dru. Ndjeva një val nxehtësie që më përshkoi trupin, një skuqje që më ngjitej nga qafa deri te faqet. Ai ndaloi së foluri. Heshtja ishte e rëndë, si një batanie e lagësht. Pastaj, ai e shtiu veglën pak më afër meje, mbi tavolinë. Ishte e babait tim, tha ai me zë të ulët. Zëri i tij kishte një ngrohtësi të re, një intonim që nuk e kisha dëgjuar kur më parë. E përdorte çdo ditë, më ka mësuar shumë gjëra. Nuk e kuptoja se çfarë saktësisht, por kuptoja se ai po më tregonte diçka të shenjtë. Ai po më hapte një derë të vogël në botën e tij personale. Mora veglën në dorë, ishte e rëndë më shumë sa prisja. Druri ishte i lmuar, si i lëpir nga koha dhe duart. E mbaja aty në pëllëmbën time dhe ndjeja peshën e saj, por edhe peshën e asaj që ajo përfaqësonte. Ai më shikonte. Sytë e tij nuk ishin sytë e shefit tani, ishin sytë e një njeriu që po shikonte dikë që prekte një pjesë të shpirtit të tij. E ktheva mbrapa, por diçka kishte ndryshuar. Tani, kur hyja në zyrë, nuk ishte më thjesht vegla. Ishte një simbol i një lidhjeje që po ndërtohej në heshtje, në sipërfaqen e profesionalizmit. Secili takim bëhej një provë. Ai e linte aty, të dukshme, sikur të më thoshte: "E shikon? E di që e sheh. Dhe e di se çfarë do të thotë." Një pasdite, ndërsa po më diktonte një letër, ai u ngrit dhe eci rreth tavolinës. Qëndroi pas meje, aq pranë sa ndjeva ngrohtësinë e trupit të tij. Dora e tij, pa asnjë paralajmërim, u shtri mbi timen mbi tastier. Me dorën tjetër, ai mori veglën nga tavolina dhe e vendosi butësisht në prerin tim, duke mbajtur aty me dorën e tij. Ishte një gjest kaq i papritur dhe intim, saqë mendja ime u mpak. Nuk mund të merrja frym, e ndjeja peshën e saj, por edhe peshën e dorës së tij. Ishte një paralizë ëmbël, ai nuk tha asgjë. Për pak sekonda, që më dukën një jetë, qëndruam ashtu, të ngrirë në një tablo ku druri, dora dhe preri im bëheshin një. Pastaj, ai u largua aq shpejt sa kishte ardhur, duke e marrë veglën me vete. Atë natë nuk fjeta. Rrotullohesha në shtrat duke rjetuar atë moment. Çfarë ishte? Një lojë? Një provokim? Një ftesë? E dija vetëm se çdo qelizë e trupit tim ishte zgjuar, dhe se doja më shumë. Doja të kuptoja se çfarë fshihej pas asaj vegle, pas atij druri të ftohtë që ai e ngrohte me duart e tij. Takimi tjetër ishte i shkurtër, zyrtar. Por para se të largohesha, ai më ndaloi. Më pa në sy, pastaj shikoi nga vegla, pastaj përsëri tek unë. Nuk tha asgjë, por mesazhi ishte i qartë. Vegla është aty, pritëm. Dhe unë prisja. Çdo hyrje në zyrën e tij ishte një rit i ri. Hapja e derës, takimi me sy dhe më pas rënia e shikimit tek ajo gjë e vogël pranë llambës. Ajo ishte qendra e universit ton të vogël, poli rreth të cilit rrotulloheshin të gjitha fjalët tona të pashqiptuara.
Ishte një gjuhë e tretë që flisnim, një gjuhë pa fjalë e përbërë nga prekje, shikime dhe vetëdia e përbashkët e asaj peshe të ftoftë në pëllëmb. Deri në atë të premten. Ishte vonë, shumë vonë. Të gjithë ishin larguar. Ai më kishte thirrur për të përfunduar një dosie. Por dosia ishte vetëm një pretekst. Era e zyrës ishte ndryshe, më e ngrohtë, më e mbyllur. Muzika e lehtë që ai e mbante gjithmonë në radio, tani dukej si një pëshpëritje. Ai ishte ulur në karigen e tij dhe unë qëndroja në këmbë përballë tij, me dosien në duar, por pa e parë fare. Ai ngriti kokën dhe më pa. Pastaj, ngadalë, pa nxituar, pa e kthyer shikimin nga unë, ai e mori veglën. E mbajti në dorë, duke e peshuar sikur për herë të parë. Më pas, e vendosi në buzë të tavolinës, pikërisht përballë meje, ku unë mund të arija duke u përkulur pak. Nuk më tha tu lesha, nuk më tha asgjë. Thjesht më shikonte, me atë vështrim të tij që nuk më linte kur të qetë. Vështrimi i tij ishte si vegla, i errët, i lëmuar, i mbushur me histori. E kuptova, nuk ishte më një lloj. Ky ishte momenti. Isha unë që duhet të bëja lëvizjen tjetër. Të merja veglën apo të kthehesha dhe të largohesha. Të pranoja atë që ajo përfaqësonte apo të vazhdoja rrugën time duke lënë pas atë univers të vogël të ndaluar mes nesh. Zemra më rrihte aq fort sa më dukej se do të më cahej kafazi i kraharorit. Grohtësia që ndjeja në trup nuk ishte të bënte me temperaturën e dhomës. Ishte diçka tjetër, një lloj ethe që më përvëllonte nga brenda. Pash veglën, pash duart e tij mbi tavolinë të qeta në pritje. Pastaj pash sytë e tij. Dhe pa e menduar, pa e planifikuar, dora ime u ngrit. Jo drejt derës, por drejt skajit të tavolinës. Gishtat e mi u shtrin dhe prekën dru. Ishte i ftohtë, por mua mu duki ngjeth. E mora. Peshën e saj e njihja tashmë. Por këtë herë nuk isha thjesht duke e mbajtur, isha duke zgjedhur. Ai pëshertiu. Nuk ishte një pëshertim lodhjeje, por një pëshertim çlirimi, sikur të kishte mbajtur frymën për orë të tëra. Ai u ngrit ngadalë nga karigja dhe eci rreth tavolinës. Qëndroi para meje, aq pranë sa mund të numëroja rrahjet e zemrës së tij në pulsin e qafës së tij. Ai nuk e mori veglën nga dora ime. Thjesht, me të njëjtën ngadalësi, vendosi dorën e tij mbi timen duke mbyllur atë rreth objektit. Ishim dy, duke mbajtur të njëjtën gjë, duke ndarë të njëjtën peshë. Pëllëmbët tona ishin bashkuar mbi dru, dhe ai dru ishte i vetmi pengesë, i vetmi kontakt mes nesh. Dhe pastaj, ai e ngriti dorën time me veglën dhe e vendosi butësisht, me një butësi që më bëri të mërzitesha mbi zemrën time. I ndjeja rrahjet e tij përmes veglës, ose ndoshta ishin rrahjet e mia që e bënin atë të dridhej. Nuk e di sa kohë qëndruam ashtu. Në atë moment, koha kishte vdekur. Ekzistonim vetëm ne, vegla dhe ai i ritëm i përbashkët që na lifte. Ai ishte ai që e ndau magjin. E hoqi dorën dhe u largua një hap, duke më lënë mua me veglën ende të shtypur në gjoks. Tani është e jotja, tha ai me zë të ngjirur, por të vendosur. Jo vegla, por kjo që ndjejmë. Kjo tani varet nga ti. E lash veglën të binte butësisht duke e vendosur mbi tavolinë. Nuk isha nevojë për të. Ajo kishte bërë punën e saj. Kishte qenë urë, kishte qenë pengesë, kishte qenë justifikim dhe kishte qenë zbulim. Tani e kisha të qartë. Kur dola nga zyra atë natë, nuk e kisha më atë në dorë. Por e kisha në kujtesë, në ndjesinë e drurit kundër pëllambës, në peshën e heshtur që kishte mbajtur gjithë atë kohë. Dhe e dija që sa herë të hyja në atë zyrë, sytë e mi do të kërkonin atë vendin pranë lambës. Por jo për të parë veglën, por për të parë nëse magjia ishte ende aty, e gjallë, duke pritur për prekjen tonë të radhës.